Në brëma, qarkun e Kukësit, listën e qarkut Kukësit, do të kryesoj unë, si kundër jeni ndjeni, Eduard Qalsi, ndërkohë që Ali Hallaçi është djali një familje të njohur, mban një emër të njohur për Kukësin, është i arsyemuar jashtë Shqipërisë, edhe studimet pas universitare i ka kryer jashtë Shqipërisë. Ka mbajtur pozicionin e myftiut të Kukësit, muajin e madhërisëm të Ramazanit, po e theksoj, ndërkohë që ka shërbyer si prefekt i qarkut të Kukësit, ka shërbyer si diplomat në ambasadë huaj dhe mbi të gjitha ka qenë thellësisht i angazhuar në projekte kulturore, humanitare dhe sociale. E dyta në listë është Aristogena Poga Gjeca. Vjen nga një familje e thjesht, e lindur, e rritur dhe jeton në Has, me një eksperiencë të lavdërueshme në një institucion shëndetësor, tejet aktive ndonse në moshë të re, shumë aktive në Partinë Socialiste dhe madje edhe kryetare e Freshit për një kohë të gjatë, dhe është e përzgjedhur nga platforma deputeti që duan. Dhe kandidati i tretë për qarkun e Kukësit është një ish deputet në legislaturën 2013-2017 dhe 2019-2021, një deputet i Partisë Demokratike, në fakt, është diplomuar në Akademinë Ushtarake, ka punuar një kohë të gjatë në strukturat e policisë shtetit, si dhe në institucionet e sigurisë apo inteligjencës ushtarake. Në fakt nuk e di, Alban Zeneli quhet, nuk e di nëse është bërë socialist apo jo, po e di fort mirë që i është bashkuar ekipit tonë, sepse beson që Partia Socialiste dhe Edi Rama në fakt do të fitojë një mandat të tretë, por edhe në katërt, por edhe si influencë e një bashkëshorteje që vjen nga zona e Tropojës dhe nga një familje e nderuar e Tropojës. Ky është ekipi i Kukësit, për cilin shpresojmë shumë që do të arrijmë një rezultat shumë të mirë. Faleminderit. Come è